Shkodra mirëpriti një nga ekspozita më të veçanta fotografike që rikthen në vëmendje jetën sociale të vendit tonë në fillim shekullin e 20. Shqipëria 1921, Eugjen Pitard, u çel për publikun në Kinema Republika, duke sjellë një koleksion të rrallë imazhesh të realizuara nga studiuesi zviceran gjatë udhëtimit të tij në vendin tonë. Në ceremoninë e hapjes ishte e pranishme ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Ruth Huber, e cila theksoi rëndësinë e kësaj ekspozite në forcimin e lidhjeve kulturore mes dy vendeve. E kam pritur me padurim prej kohësh të jem në Shkodër për këtë ekspozitë të veçantë fotografike të Eugjen Pitard. Ai nuk ishte thjesht një akademik i shquar zviceran, por edhe një mik i madh i shqiptarëve. Përmes fotografive, Pitard kthehet në këtë qytet ku gjithçka nisi në misionin e tij. Pas hapjes së saj në Tiranë, Shkodra përbën edhe qytetin e parë që ai vizitoi në Shqipëri. Një njësi shumë të mirë kishte edhe shoqja e tij Elen, e cila krijoi pjesën emocionale dhe i dha shkrimtar evropian një njësi tjetër për sa i përket kulturës, trashëgimisë dhe jetesës shqiptare të asaj kohe. Përmes fotografive, vizitorët njihen me portreta autentike, skena të jetës së përditshme dhe realitetin social të Shqipërisë së vitit 1921, të dokumentuara me syrin e një antropologu dhe studiuesi që dha kontribut të madh për Shqipërinë. Kjo merr rëndësi të veçantë për Shkodrën, jo vetëm nga simbolika që nisesh nga një qytet si Shkodra për të zbritur poshtë për të zbuluar Shqipërinë, por edhe nga rëndësia që ka fotografia për Shkodrën. Tani mos ta fshehim, Shkodra është qyteti i fotografisë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur në sheshin parabashkisë së Shkodrës, duke dhënë publikut mundësinë të udhtojë në kohë dhe të zbulojë një Shqipëri ndryshe përmes objektivit të Eugjen Pitard.